I them direkt zonja dhe zotri, jeni në vendin e duhur në politiko, dy anët e blokadës, sa një jam bashkë me zotin përparim Gruda, deputetin e certifikuar të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe pa betuar sepse nuk e kemi betimin e plot të gjithë deputetëve, por ka qenë një nga iniciatorët e kësaj pike ose e kësaj çështje që duket të jetë një problem në vete që nuk po e lejon me një farë forme të vijohet më tutje me betimin e deputetëve. Kjo po i bie nuk po i lejon çështja e dorëheqjeve, atë pranohen ose jo, a janë ligjore ose jo. Zoti Gruda, edhe një herë mirë mbroma dhe të falenderoj shumë që je bashkë me mua. Mirë mbroma kushtrim, të falenderoj shumë për ftesën, kënaqësi. Besoj është mundësia e mirë që dalim jashtë kakofonisë dhe nëpërmjet intervistave, qoftë me zonën Haxhiu, qoftë me juve, ti kemi dy anët e asaj çfarë po ndodh. Zonja Haxhiu më herët tha, po edhe pjesa tjetër që sot nuk ka gjetur zgjidhje kuvendi, që është opozita, duke bllokuar këtë me iniciativën edhe me mos lejimin e kalimit të Komisionit për verifikimin e mandatave. A qëndron kjo ose jo? Nuk është ashtu, është fare e thjeshtë. Konstituimi i Kuvendit Kosovës nuk po ndodh për shkak se kryeministri dhe ministrat nuk dojnë me liru detyrat e tyre në ekzekutiv. Ata po thonë që kanë dhënë dorëheqje. Ligji për qeverinë kërkon ata me u largu me dhënë dorëheqje. Tash këtu ekziston kushtrim një keq kuptim i madh, unë mendoj është një padije e pushtetit, unë dëgjova dhe ministrën para meje, e ngatrimit të dy nocioneve themelore në drejtësi, të qeverisë në dorëheqje dhe qeverisë në detyrë. Cili është dallimi? Kjo nuk është qeveri në dorëheqje, kjo është qeveri në detyrë. Cili është dallimi? Qeveria në dorëheqje është qeveria në cilën kryeministri ka dhënë dorëheqje, por ai duhet vazhdoj të shkojnë në punë derisa vjen kryeministri tjetër, dhe rrethona e dytë, qeveria e tij është rrëzuar në kuvend me mocion mosbesimi ose votbesimi, dhe në atë rast kryeministri dhe ministrat vazhdojnë të shkojnë në vendin e pozitiv të kryejnë detyrat me kufizimet që i përcakton ligji. Këto janë dy rastet e vetme në pikpamje kushtetuese kur një qeveri quhet në dorëheqje. Dhe po ashtu, ligji për qeverinë që këta e kanë miratuar vetë, e përcakton këtë që po them unë. Po. Dhe më lejoni se është më rëndësi kjo të sqarojmë, ose mund të vazhdojmë debatin. Po, absolutisht po. Neni 30 i ligjit për qeverinë thotë, qeveria në dorëheqje konsiderohet në situatat në vijim. Pas shpërndarjes kuvendit deri në zgjedhjen e qeverisë së re, përveç atyre rrethonave kushtetuese që i thash, pas dhënies dorëheqjes kryeministrit ose votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit. Neni 30 i ligjit për qeverinë thotë vetëm në këto 3 rrethona. A është njëna prej këtyre rrethonave përfundimi i mandatit të qeverisë? Jo. Këtu nuk thotë që kur përfundon mandati i qeverisë. Kur përfundon mandati i qeverisë, qeveria quhet qeveri në detyrë. Po. Ajo qeveri në detyrë i kërkohet me këtë ligj anëtarët e saj që nxjerr deputet me dhënë dorëheqje me shku në shtëpi, domosdoshmos me ushtru pushtetin në mënyrë efektive. Cili është dallimi midis qeverisë në dorëheqje dhe dorëheqjes që kërkojmë na? Qeveria në dorëheqje në kuptim të kushtetutës, por edhe të ligjit për qeverinë, është një qeveri e cila rrin në vendin e punës edhe pse është dorëheqje. Ndërka qeveria në detyrë po ashtu rrin në vend punës, por kësaj qeverie në detyrë i kërkohet me dhënë dorëheqje. Dorëheqja në këtë rast e imponon lirimin e detyrës. Po. Domethënë duhet të lirohen detyrat e ministrave dhe kryeministrit. Ky është dallimi fundamental midis qeverisë në detyrë dhe qeverisë në dorëheqje. Pse mos pranohen vetë pak Gruda, pse mos pranohen dorëheqjet që i kanë adresuar nga kryeministri e ministrat në momentin e mbajtjes ose në përpjekjen e parë, në episodin e parë të dështimit të seancës konstituive? A s'është dorëheqja ajo çfarë bëhet? Pse s'është? A ka qenë sot në punë ministri Haxhiu për shembull? Ka qenë punë. E si është dorëhequr? Dorëheqja nuk kupton me lanë detyrën. Dorëheqja nuk kupton me lanë detyrën. Se i bie edhe fizikisht mos shkojnë mos paraqitet aty? Absolutisht do ditë që hyn zyret ministres drejtësisë, të kryeministrit, bën shkelje ligjore. Ndërka qeveria në dorëheqje mundet me shku në punë, jo personi dorëhequr. Kjo letër që na u ka paraqitur kushtrim në komision, cilën na se kemi pranuar si dorëheqje, nëse mund ta fokusojmë, përdor këtu për shembull, thotë
Po. Qeveria është në detyrë vizë dorëheqje. Po, besoj mund ta fokusoj aty. Po, që do thotë, nëse e lexoni me kujdes, thotë qeveria në detyrë vizë dorëheqje. Domethënë, hartuesi i letrës, kryeministri i Kosovës, kushdo që ja ka shkruar këtë letër, mendojnë që qeveria në detyrë dhe dorëheqje në njëjtë kategori, nuk janë në njëjtë kategori, dhe kjo nuk është dorëheqje. Po. Dorëheqja nën kupton në kuptim juridik, nuk kem të folur politikisht, juridikisht nën kupton që personi, me thonë me fjalë të thjeshta, nuk shkon më në punë. A mund ta bëjmë më të qartë se kaq? Kjo është kështu doktrinarisht, edhe është në ligj tonin edhe në kushtetutën tonë. Dorëheqja ka këtë kuptim. Po qeveria këta e ngatrojnë diçka. Nëse je qeveri dorëheqje, ki drejt me shku në punë deri te kryeministri tjetër. Jo nëse je qeveri e dorëhequr. Okej, sot përfundoi epizodi 2, do të ketë epizod 3 pas 48 orëve që i bie shtunën përsëri në orën 12. Çka nëse e njëjta situatë përsëritet edhe shtunën? Kushtrim, unë sot kam përfaqësuar Partinë Demokratike të Kosovës në këto konsulta që zhvillum, ku ishin edhe përfaqësues të VV-s ministri Haxhiu që ishte para meje këtu. E unë ju kam thënë që është fare e thjeshtë, i ofrojnë dorëheqjet, na mund na prit 5 minuta me 10 minuta pauzë, i ofrojnë dorëheqjet dhe na votojmë raportin. Nuk mund të votohet një raport që është kundër kushtetues dhe kundër ligjor. Pik. Kjo është e thjeshtë. Ata nuk doin më ofru dorëheqjet. Për më tepër, ministri Haxhiu për shkak ngriti disa pyetje në komision. Dhe mu drejtua mu me emër me mbiemër. Edhe unë prita që kur i bëm pyetjet, ajo përgjigjet. Edhe kur e radha mu përgjigjun e lëshoj mbledhen doli. Edhe mas andej kryesuesi tha nuk mund të më marrë vesh, ç'më marrë vesh në person që doli. Se po të kishte argumente, ministri Haxhiu do të kishte ardhur sonte në debat me mua, edhe i kishim përballë këtu argumentet. Po s'ka qenë plani për debat, po do t'ju ftojnë debat, se prandaj ja vash mundësinë që ta të komunikoni me njëri tjetrin. Unë po them që ministri Haxhiu, se po çse kishte qenë plani për debat dhe nuk do paraqit, do e thoja unë, pa merak. Në rregull, unë po them për mbledhjen atu. Në mbledhje, aty jeni, po, aty direkt. Ministria sot e lëshoi takimin. Mos i bëri një varg pyetjesh, edhe unë prita që ajo me prit përgjigjet e mia, ajo e lëshoi takimin. Edhe si mund të thush që nuk po gjendet marrëveshje me subjekte politike kur ti e lëshon takimin, ti nuk merr pjesë në takim. Dhe mas andej kryesuesi për keqardhje e mbylli seancën në kundërshtim me rregulloren e punës së kuvendit. Ai duhet ta hodhte në votim raport. Qartë. Çka ndodh tani shtunën? Përsëri e njëjta, e njëjti skenar. Shtunën kuvendi mblidhet sërish, edhe mendoj që ka nevojë të gjendet një zgjidhje. Kush ta kërkoi zgjidhjen, presidentja? Jo, presidentja s'ka punë. Gjykata kushtetuese është ndarë me atë punë. Njeri takon kuvendit. Kuvendi i Kosovës do të partitë politike, ne që përfaqësohemi në kuvend, ta diskutojmë këtë çështje. Sot nuk u lejua ky diskutim dhe të gjendet një zgjidhje. Zgjidhja unë mendoj është dorëheqja prej pozicioneve ashtu siç e kërkon ligji. Dhe do të më kthejmë edhe një herë tek ligji këtu, kushtrim se ka rëndësi shumë me lexu këtë nen. Neni 26 i ligjit për qeverinë. Ky ligj kushtrim ka kaluar në Komision të Venecias. Është miratu prej kësaj qeverie dhe ka kaluar në Komision të Venecias. Që do thotë që nuk ka probleme kushtetuese siç kam dëgjuar që thonë. Neni 26 paragrafi 1 thotë: në rast se antari i qeverisë në detyrë, me lezu me kujdes, qeverisë në detyrë, zgjidhet deputeti i Kuvendit të Republikës Kosovës, i njëjti duhet t'jap dorëheqje nga posti i antarit të qeverisë para ditës certifikimit rezultateve të zgjedhjeve. Domethënë këta udhësh me dhon dorëheqje një ditë para certifikimit. Megjithatë ne kemi thonë, nëse s'ka ndodhur atëherë ajo që mund sanojmë tash është me dhon dorëheqje tash. Po ky ligj i detyron me dhon dorëheqje. I detyron. Këta nuk janë qeverinë dorëheqje, s'është neni tjetër siç ju lexoj. Po, e qartë, po aty ka një lloj kolizioni edhe ndërmjet neneve në jo, po në ligjin për qeverinë. Se tani ajo i referohet që duhet të ketë një i referohet rastit të Thaqit, të Haradinaj, të Hotit, të qeverisë në detyrë që i bie, këta i referohen një pike në ligjin për qeveri dhe me një varforme 26 dhe 31, po, si nene, bini në kundërshtim me 30-ën, po. Bini në kundërshtim me njëti. Po, në kundërshtim tani është çështje interpretimi, dhe duhet ta ketë një instancë tjetër se çka ta, se si ta... Po, në rast se antari i qeverisë në detyrë zgjidhet deputeti i Kuvendit të Kosovës, i njëjti duhet t'jap dorëheqje. Po. Këtë e kemi të qartë. Po. Po pastaj qeveria në detyrë duhet funksionojë deri në fund. Ai bie te 30-a, ai bie te 30-a apo 31, si ishte? Qeveria në dorëheqje thotë. Në dorëheqje. Jo në detyrë, po kjo s'është dorëheqje. Po ai po thotë që ka dhënë dorëheqje. Këtu prandaj po them duhet të ketë një lloj instancë. Kjo gabim, jo. Jo po them duhet të ketë një instancë që tani ta qartësojë një gjë. Një gjë e dim zoti Gruda që nga kjo situatë
kush është duke vuajtur janë qytetarët. Të gjitha këdo që e kanë votuar, për arsye se qytetarët meritojnë ta kenë parlamentin e ri, legjislaturën e 9, duke e ditur që ne jemi republikë parlamentare dhe kjo ka shumë rëndësi për demokracinë në vend. Ndërkohë që kjo është duke u parandaluar nga gjitha palët. A i bie kështu? Nuk është të parandalu, është të parandalu për pushtetit që nuk e dorëzon pushtetin që është të më dorëzon sipas ligjit. A keni qenë ju iniciuesi? Po, kam qenë një nga iniciuesit e kësaj. A ndjeni ju si bllokues? Jo, pse nuk ndihem si bllokues? Shikon, pse? Sepse është jo kushtetuese, jo ligjore, dikush me marr mandatin e deputetit të konë ministër dhe kryeministër. Unë po e lexoj ligjin, ligji është jashtëzakonisht i qartë. Ky ligj nuk ka kundërthënie. Është një nga ligjet më kualitative që miratu në Kosovë, sepse ka kaluar Komisionin e Venecias. E din ata që janë juristë, Komisioni i Venecias nuk lëshon gabime të tilla. Komisioni i Venecias ka thonë kalon. Këta s'dojnë me dhonë dorëheqje. Unë e kuptoj dhe kam thonë sot në komision fjalë që thoni ju. Ju thash, nderuar kolegë, qytetarët e Kosovës presin ku vendi mu konstituu. Po. Mu zgjedh qeveria. Po. Ajo qeveri mi ja liru rrymen. Po. Ajo qeveri mi rrit pagat. Ato e thashë edhe më herët ja thash Zonet Haxhiu. Po, absolutisht. Këtë përgjegjësi e keni edhe ju, se edhe ju jeni deputet. E kemi, por ata po se po, edhe ju. Absolutisht secili deputet që është zgjedhë ka këtë përgjegjësi. Por në këtë rast përgjegjësia është e atyre që nuk po e zbatojnë ligjin, që nuk po japin dorëheqje. Nuk është dorëheqje kjo. Definicioni i dorëheqjes kupton që ti nuk shkon në vendin e çat vend pune. Këta vazhdojnë me ushtru detyrat. Sot për shembull kanë marrë vendime me emëru njerëz që s'kan drejt. Sipas ligjit për qeverinë që ka miratu po ashtu vet, i ndalohet qeverisë në detyrë, jo në dorëheqje, mos të përdorim gabisht, qeverisë në detyrë me marrë vendime për emrim të njerëzve. E thot shprehimi është ligji, e kam ligjin me vete, edhe këta emrojnë. Sot zonja Mimoza Kusari, shefja e grupit parlamentar than kuvent, çush po thonë këta s'kena drejt, tha, s'kena drejt veç emrime që të më konfirmuan kuvent. Është e pavërtet publike. Jo, ligji thot asnjë emrim nuk ka drejt me bëj qeveria në detyrë. Kështu që në këto kushte, ju mund të na thoni neve, okay, më shilni syt edhe kaloni me një shkelje ligjore dhe kushtetuese. Nëse doni me ndërtu këtë standard, na mund ta bëjmë. Po për ashtu, atëherë ka është dashur me nejt edhe Bedri Hamza në detyrën e deputetit. Edhe i shkon lehtë. Po pse ka dhënë dorëheqje Bedri Hamza? Ka mundur të qëndroj. Ha? Ka mundur të qëndroj. Po, sipas kësaj logjike po. Me vëvën ka kallaj, do më këtë pushtet. Jo me vëvën, me ligjin se ja ofron 6 muaj e ka mundësinë. Jo, nuk ja ofron ligjin. E ka mundësinë. Jo, e ka mundësinë, po nuk e ka detyrimisht. Ai mund ta shqyrtojë atë. Jo, nuk e ka pas. Pjesë vakante. Jo, Bedri Hamza s'ka pas mundësi. Si kryetari i komunës po ka pasur mundësi që ta lejojë zëvendës nën kryetarin ta administrojë atë deri në një moment tjetër. Jo, kushtrim. Sepse ligji thot mrena 45 ditë shpallën zgjedhjet. Bedri Hamza ka zbatuar ligjin, nuk ka zgjedhje, ka pas zgjedhje. Ai ka përcaktuar atë pozicion ta mbajë. Ja ka kërkuar ligji. I ka thonë zgjedh apo do deputet a kryetar komune. Ai ka zgjedh kryetar komune. Politikisht zoti Gruda krahas këtyre interpretimeve juridike që nuk e dija nëse do gjen zgjidhje nëse do gjendet nga ndonjë instancë, ndonjë institucion do të ishte mirë, pasi diskutim. Politikisht a mendoni që keni shënuar si edhe ju si PDK, edhe si LDK, se nuk e di kush ka qenë më iniciues, ti apo Armendi Zemaj? Bashkë kemi qenë komision. Bashkë keni qenë. Po, dhe kemi pas konsenzus, po më ne kemi pas dakordim për këtë çështje. Kush ka qenë i pari që ka iniciuar këtë? I pari më duket ka folur Armend Zemaj. Pastaj ke folur ti. Më duket unë, po, edhe ty tu atribua më shumë edhe atij, pastaj. Po, politikisht a mendoni që është autogol? Jo. Pse po pyes autogol? Për arsye se ju në vazhdimsi bashkë me zotin Krasniqi, kryetarin e PDK-s, por edhe zotin Abdigjiku, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po thoni se vendvendosja është duke e shfrytzuar këtë situatë sepse nuk i ka numrat e nevojshëm për ta zgjedhur kryekuvendarin dhe po krijon këtë amulli në vazhdimsi ndërkohë që ju ja keni dhënë mundësinë një gjë të tillë. Tani qytetarët nuk po e kanë mundësinë ta shohin nëse vendvendosja i ka numrat për kryekuvendar ose jo. Qytetarët e kanë pasur numra i ka vendvendosja. 52 herën e parë, sot zguzon as misit në votim. Qytetarët e kanë se kanë pa tamam numrat. Se kanë pa tamam sepse tamam do shihej zoti Gruda, po çse do vendosë shembull Fatmir Lima i kryetari i radhës. Do të vim taj moment. Kushtrim, do të vim taj moment. E para që më rëndësi me thonë, politika zhvillohet mbrana kornizave të kushtetutës së të ligjit. Absolutisht, kjo është e vërtetë. Nëse thoni që mos është politikisht më mirë, ky është një diskurs që s'do të më pranu politika në Kosovë. S'do të më pranu. S'ka politikë për te ligjit dhe kushtetutës. Unë e di që këtë standard e ka instalu Lëvizja vendosën këtu 4 vjet kur ka bo 2-13 shkelje kushtetuese. Unë e di që edhe po tenton me vazhdu të njëjtin standard. Unë tash më le ta shpjegoj. Ideja është kjo.
Politika duhet zhvillohet brenda kuadrit kushtetues edhe ligjor. Këta po tentojnë që politikën mja mbi vend kushtetutës edhe ligjit. Për sa i përket anës politike, fuqia e tyre u po, i kanë 52 vota i patën herën e parë, sot nuk guxon as me qit në votim, as me sjell në votim. Edhe atmosfera në kuvend duke sikur një farë atmosfere. Po s'është tamam numërimi. Domethënë, mirë, po s'është numërimi tamam, se nëse do të ishte tamam, do të delte ai kryetari ose i propozuar për kryetar kuvendet do votohet. Pse nuk i bënën sot votat me kalu raportin? Se si kanë? Po pse si u bën? Pse si bënën ata? Mos i po thoni kena pse si bënën votat. Pse si bënën votat? E ke pyet pse si bënën votat? Sa ata kanë mujt sot kem prezent 100 Ata po thon, po sot më herët zënia Xhiu, nuk e di nëse e dëgjove atë pjesë, ta se ajo është çështja e verifikimit të mandatit, nuk është çështje vetëm me shumicës, është edhe opozitës. Po kalon këtë opozitë në thojza. Jo, ajo kalon me shumicën e anëtarëve prezent. Me shumicën e anëtarëve prezent, nuk kupton, sot ishin 100 deputet në sallë, me 51 deputet kanë mujt me miratu. Pas 51 kanë mujt me bosë me votu. Me 51 ta dinë qytetarët kanë mujt me kalu lista. As 51 si kanë. Na do të vim tek momenti i kryetarit kuvendit, por kjo një herë kjo çështje kushtetuese dhe ligjore duhet sqarohet, edhe vim tek kryetari kuvendit, vim tek kryeministri pastaj, edhe unë besoj që të dyja këto do t'i kalojmë pa mundësinë që vetëndosja me bë votat. Po kur? Në çfarë afati zoti Gruda? Unë besoj që s'ka afat, s'ka përcaktim të afatit kohë. Jo, kjo do të kalohet për shkak se ne kemi rregullore që do të mbledhemi çdo 48 tetor. Unë besoj që do të vjen një moment që pushteti reflekton dhe i hap rrugë certifikimit. Çka nëse nuk ndodh? Unë mendoj që përgjegjësia është e atyre që po e bllokojnë procesin. Nuk mundesh me më thonë mu sot shkon komision ose PDK-s votonin seancë diçka që jo ligjore. Pra ju e keni përfundimtar atë që nuk votoni? Nuk e votojmë kështu në këtë formë. Do të gjendet një zgjidhje që të shmanget shkelja ligjore. Nëse gjendet zgjidhja, unë do të isha njëri i parë që do të kisha kënaqësinë me votu për betimin e deputetit, për miratim raporti dhe betim deputetit, dhe me fillu puna masandej në themelimin e institucioneve të Kosovës. Por ju siç e shihni, këta duan të mbajnë dy pozitat, ndërkohë që qeveria e Kosovës ka harruar qytetarët e Kosovës që moti do mos merren me allë qytetarët e Kosovës, merren me numra gjithë ditën që me boni qeveri 3, rrymen e kanë shtrejtu 16% para një jave. Po në fund. Edhe allët e qytetarëve nuk janë kërkuar në agjendë dite. Çfarë, po kur bëhet qeveria dhe kur zgjedhet kryetari i kuvendit, gjithçka reduktohet numra, zoti Gruda. Po, prandaj ju pyeta më herët, thash ndoshta ja keni dhënë mundësinë atyre që ndoshta ata si kanë numrat, e ju ja keni dhënë atë mundësi që pastaj ju akuzojnë ju e thoni se ju po bllokoni. Ne ata do ta kenë mundësinë e vet. Kushtetuta ju jap mundësinë e vet. Ata janë fitues relativ të këtyre zgjedhjeve, do ta kenë herën e parë mundësinë me zgjedh qeverinë e Kosovës. Nëse nuk arrin me zgjedh, herën e dytë i takon Partisë Demokratike. Partia Demokratike është duke punuar që të krijojë shumicën bashkë me parti tjera që kanë qenë në opozit, edhe kryeministri i Kosovës të jetë Bedri Hamza, mas pari munal kjo praktik antiligjore. Bedri Hamza ka lënë, si thash, detyrën e deputetit për me respektu ligjen dhe kushtetutën, edhe për mu kthy tek temat që kanë lidhje me mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, ato që kanë qenë programi jonë gjatë zgjedhjeve. Zonia Xhiu tha dhe herën e dytë do duhet të jepet partisë fituese, nëse se bën herën e dytë partia fituese do të shkohet në zgjedhje. Zgjedhje të reja. A jeni ju për zgjedhje të reja? Ky është interpretimi më arkaik që mundesh me dëgju. Kushtetuta është e qartë, aktgjykimi i qartë, herën e dytë takon partisë së dytë. Ky është një vijim të atyre interpretimeve. Tan diskrecion të presidentes, presidentja mund të vlerësojë që është partia jo, absolutisht i takon partisë së dytë. Në zgjedhje kur do që dojnë cila do parti PDK-ja gati me shku, po qytetarët e Kosovës. Jeni gati për shkuar në zgjedhje? Po, nuk e kemi atë problem, nuk i frikësoj. A do të ishte mirë në interes të qytetarëve të shkollë? Nuk mendoj që është interes i qytetarëve këtë moment, po PDK-ja është gati, sepse PDK-ja është forcë e madhe politike që edhe pas zgjedhjeve ka treguar që e mbron këtë shtet edhe një rendin dhe ligjit. Siç janë jojmë na drejtën VV-s për herën e parë, ato do duhet ta njinin drejtën që domethënë obligimin që ja jap ligji për me liru detyrat prej ekzekutivit. Edhe duhet kalojmë në faza tjera. PDK-ja zgjedhjeve nuk i friksohet, por mendojmë që interesi i qytetarëve të Kosovës është kushtrim le të them 2 minuta. Është interesi i qytetarëve të Kosovës të kenë një qeveri të re. Qeverisja bërë mbi 4 vjeçare, lëvizje vetëndosje ka krijuar një percepcion në popullat që në këtë vend është e pamundur me realizu projekte, që në këtë vend është e pamundur me kriju mirëqenie, me rrit rroga, me rrit pensione, me ndodh investime kapitale. Ne duam që përmes qeverisë të dhejshën nga Bedri Hamza dhe platformës tonë deri në formimin e kësaj qeverie, me tregu që në këtë vend është e mundur, me themelu një qeveri që njerëzit ja u rrit rrogat, ja u rrit pensionet, nuk lejon rryma me shku në shifra as të larta, çmime as të shtrejta,
edhe krijon mundësi për zhvillim, për ndërtim të rrugëve, për ndërtim të shkolla, për zhvillim ekonomik. Kjo është ajo që na i ofrojmë njerëzve. Dhe duhet me dal nga ky cikël i keq që jemi fut këtë 4 vjet, ku vetëm shkeljet ligjore, vendimet kundrejt mirëqenies qytetarëve janë politikat qeverisë ditore të kësaj qeveri. E pyeta një pyetje spekulative, zënë Naxhiu, do t'ju pyes edhe juve, me që po flitet tani kjo situatë, ky e këtij ngërçi, kësaj bllokade në kuvend krijon edhe muhabete ndoshta pa qena, po ndoshta edhe diçka që edhe mund të ndodhë, shembull, një spekulim është se këtë blokad po e bën PDK-ja dhe vetëvendosja së bashku për ta ndërtuar një lloj narracioni në të ardhmen që ta ndërtojë një lloj koalicioni. A qëndron kjo apo janë diskutime koti që nuk qëndrojnë, nuk ka të vërtetë asgjë? Tërësisht spekulime, ne me vetëvendosjen kemi thonë fare thjesht nuk qeverisim në asnjë mënyrë për një arsye të thjeshtë. Ama vit kuqe si keni vendosur? Sepse ju nuk keni vendosur vijat kuqe askujt. Po ne kemi thonë mos me përdor konceptin e vijat kuqe se na duket abnormal, se s'kena çfarë pa punu për shkakun kuvend bashk. Po. Për disa tema duhet jemi bashk, kur është interesi i përgjithshëm. Por ajo që ka rëndësi me thonë është që një qeveri ku vetëvendosja është pjesë e saj, nuk është interesi i qytetarëve të Kosovës, jo i PDK-s, i qytetarëve të Kosovës. Unë kam dëgjuar për shembull argumentin që thonë plot njerëz po e ka përdorur atë shprehjen e famshme kryeministri Fyse. Unë kam thonë një herë me ironi, kam thonë shiko sa para të na politik mund me shku me i thonë 3 herë, 4 herë edhe me bo koalicion. I thonë atë njëjtën fjalë. Nuk është çështja këtu raporti privat, a është interesi i qytetarëve të Kosovës. Interesi i qytetarëve të Kosovës nuk është një qeveri ku pjesë është vetëvendosur, sepse ka të ndodhë kjo që ka ndodhë këto 4-5 vjet e kaluar, nuk do të ketë zhvillim, do të ketë stagnim. Nëse paraqitet mundësia, zoti Gruda? Unë nuk shoh asnjë mundësi dhe nuk mendoj që do të ishte interesi i Kosovës të ndodhte një gjë e tillë. Sepse kjo parti është duke dhënë qeverinë e ka fut Kosovën në sanksione, nuk ka asnjë komunikim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe një qeveri e re duhet të rivendos marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të heqë sanksionet nga Bashkimi Evropian edhe të hap rrugë zhvillimit ekonomik, të rris rrogat me urgjencë, të ul çmimet me urgjencë me mekanizmat që ka shteti përmes heqjes të VSH-s së forma të tjera, të ul çmimin e rrymes, të fillojë ndërtimin e rrugëve që kanë mbet rrugëve, siç thoshte njëri dikur, rrugë që kanë mbet rrugëve dhe të kthehemi në normalitet. Ligji mos jetë i diskutueshëm. Këto 5 vjet ligji, ligjshmëria, interesi i qytetarëve kanë qenë si me thonë, prioriteti i fundit i punës qeverisë. Po nga ana tjetër, po shohim që nuk është që edhe është ofruar një lloj alternative. Ju thoni PDK-ja ta merr nëse vetëvendosja s'arrin ta bëjë sepse si ka numrat. Po PDK-ja me këtë ta bëj tjetër se ai LDK po thotë ne jemi të përcaktuar për opozit. Në çfarë do variante? As me PDK-n, as me vetëvendosjen. Tani me kë mund ta bëni ju qeverinë, nëse s'është LDK-ja në bord, nëse s'është vetëvendosja në bord. AK-ja nuk ju mjafton, nisma përsëri nuk ju mjafton, minoritetet BDP që se i bëni bashkë gjithë prap nuk ju mjaftojnë me një farë forme për ta quar. Plani i PDK-s është ky, që ne të respektojmë kushtetutën, drejtën e partisë fituese për me provu themelimin e qeverisë herën e parë. Nëse kjo nuk arrihet, hera e dytë na takon neve. Ditën që ne e marrim mandatin, e marrim dekretin, ne kemi 10 ditë për me negociu me partitë shqiptare edhe të tjera. Ne do të ulemi edhe të flasim me gjitha partitë. Çdo opsion për neve është i hapur me kryeministër Bedri Hamzën për me negociu ndarjen e pushtetit, por ma themelorja me negociu programin e ri qeverisës, që në thelb do të me pas mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës. Kjo mendoj që është e mundur me një njeri të përgjithshëm si Bedri Hamza, i cili mund ta udhëheqë këtë proces të negocimit si kandidat për kryeministër me një konstruktivitet, jo me fyrje, me sharje, si që bën kryeministri aktual, por me respekt të thras krerët e partive që dje kanë qenë opozitë dhe ta diskutojnë hapur një situatë kur e ka dekretin në dorë për nominimin si kandidat. A është kusht kjo përfundimtar, zoti Hamza kryeministër? Zoti Hamza që PDK-ja të merr pjesë në ose ta formojë qeverinë? Zoti Hamza e ka thonë disa herë që ai kërkon të themelohet një qeveri e drejtuar prej tij, edhe ne kemi thonë ashtu. Por po ashtu zoti Hamza ka thonë, unë jam interesuar me ndëgju çka kërkon opozita. Unë mendoj që kur ulet Bedri Hamza me Emli Krasniqi, sekretari i Partisë Demokratike, me Lumer Abdigjikun, me komunitetet, me zotin Aradinaj, është e mundur me negociu
themelimin e një koalicioni do të adheqë Kosovën për me largu qeverin Kurti. Që unë mendoj, aty po duket problem tjetë pozicioni i kryeministrit, zoti. Ajo që unë mendoj që ajo çështje po duket që nuk është e tejkalueshme, të paktën kështu. Unë mendoj që është e tejkalueshme. Unë jam shumë optimist që është e tejkalueshme. Ju besoni që LDK është për një koalicion më shumë me Juve se sa me vetëvendosin? Po në zgjedhje ne kemi, sepse ata publikisht e kanë jo me Juve, jo me ata. LDK-ja e ka thonë vazhdimisht që është për ndrimin e qeverisë. Po. Në zgjedhje Lëvizja Vendosje ka thonë jemi ne dhe janë të tjerët. Populli i Kosovës e ka nxjerrë vetëvendosin si pakic në skenën politike, sepse opozita e deri atëhershme i ka fituar zgjedhjet. Jemi 52 me 48 deputet. Ne du të ulemi, ne jemi të gatshëm të bëjmë kompromise si Parti Demokratike e Kosovës, ndarjet pozita ose çfarë do të qoftë, me qëllimin e vetëm që të ndërtohet një qeveri që e adreson hallet e qytetarëve të Kosovës, problemet e shtetit Kosovës. Ne mendojmë që kjo është e mundur me një mençuri në udhëheqjet negociata, me ofrimin e një platforme që unë mendoj që do t'i bindë edhe parti tjera për me ecë përpara ndrimin e kësaj. Shikoni, një qeveri që ditën e themelimit të kuvendit bën shkelje kushtetuese dhe ligjore, çka mund të presin qytetarët e Kosovës prej saj kur e fillon mandatin? Dhe në mandatin e kaluar kushtrim ne kemi rrëzuar mbi 10 ligje për shkelje kushtetuese. Dhe ato ligje, ta dinë qytetarët e Kosovës, kanë pas të bëjnë një prej tyre, për shembull ligji për zyrtar publik e ka pas para po me nxjerr prej punë mbi 2000 veta në administratën publike. Ligje tjera që kanë dëmtuar interesin e qytetarëve po ashtu. Kemi mbrojtur na qytetarët me mekanizmat që kemi pas mundësi, sepse qeveria është vërsul kundër rendit kushtetues dhe ligjor. Neve na duhet një qeveri tjetër. Një qeveri tjetër që krijohet nga opozita që duket që nuk ka gjetur aktualisht një rrugë ose një shteg të tillë. Kur jemi tek pozicioni i kryekuvendarit, shembull, po që se del, Zoni Haxhiu më herët tha s'ka koalicion me Nismën, s'ka një marrëveshje me Nismën, por emri i zotit Lima ju përmend të jetë propozuar për kryekuvendar. Zoti Lima është një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës. Ministër në qeverinë e zotit Thaçi, pastaj me një ndarje të dhimbshme në atë kohë me krimin e Nismës, pastaj me një bashkëpunim në PAN me Partinë Demokratike të Kosovës, tani si një emër opsional për kryekuvendar. A është i pranueshëm për Juve? Eventualisht nëse ka përcjellën këto hendeqet fillestare zoti Limaj për kryekuvendar? Unë mendoj që për PDK-n kjo nuk është çështje e emrit përvetshëm, është çështje e një koncepti politik që përfaqëson. Nëse emri vjen nga lëvizja vetëvendosje, unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës nuk duhet ta votojë. Nëse emri vjen nga opozita e deridjeshme, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, emri si propozim e ke fjalë? Emri si propozim ose si koalicion? Pozicion kur ne marrim mandatin. Se ata vetëvendosje mund t'ju propozojnë edhe Juve si kryekuvendare, pastaj po. Shembull, po hipotetik. Nuk mendoj që është e lidhur me emrin, është e lidhur me platformën politike. Ne nuk besojmë që lëvizja vetëvendosje është interes i Kosovës me kanë në pushtet. Prandaj ne nuk kemi vot për asnjë prej pozitave që propozon lëvizja vetëvendosje. Asnjë? Në çfarëdo variante? Pra kryekuvendarin nuk do ta nuk do ta votojmë, s'ka lidhje me emrin e përvetshëm, ka lidhje me partinë që propozon. Nëse është lëvizja vetëvendosje, ne kemi problem të votojmë themelimin e organeve të shtetit prej kësaj force politike. Është një vit zgjedhor, zoti Gruda, pasojnë zgjedhjet lokale pas pak muajsh dhe po krijohet ideja që ka faktor brenda politik në Kosovë që dëshirojnë të shkojnë në dy palë zgjedhje. Kushtetutshmërisht, ligji a e lejon që të shkohet në dy palë zgjedhje të njëjta dhe a besoni që një situatë e tillë do të ishte në favor të qytetarëve apo jo? Ligjërisht, kushtetutshmërisht është e mundur që të piktakohen të dy palë zgjedhjet. Nuk është interesi i qytetarëve të Kosovës, do të krijojë një kaos i madh edhe në orientim të votuesve, edhe do të kishte shpërqendrim prej agjendës zhvillimore që i nevojitet Kosovës. Nuk mendoj që është interesi i Kosovës. Zgjedhjet e parakoshme, të jashtëzakonshme, cilat do që ndodh, nuk janë interesi i qytetarëve të Kosovës. Ne punojmë që
të ketë një qeveri të udhëhequr nga Bedri Hamza. Por zgjedhjeve nuk ja kemi frikën ne, por mendojmë që s'janë interes qytetarëve të Kosovës, zgjedhjet janë mbajtur, rezultati ka dalë. Ai që ka dalë, ajo që është me rëndësi tek leximi i rezultatit të zgjedhjeve është ky. Ne në këto zgjedhje kemi pas një situatë ku Lëvizja Vendosje ka thonë popullit Kosovës votoni neve ose opozitën. Dhe kjo ka qenë ndarja, kjo dikotomia ne ose opozita. Siç e bën në fakt çdo parti populiste në botë. Ne edhe të tjerët. Populli i Kosovës neve na i ka dhënë 52 deputet, këtyre 48. Neve na kanë nxjerrë shumicë. Nëse llogaritet opozita si një, edhe pse nuk është një. S'ka qenë, po ato mund të bashkohen si vota në kuvend. Dhe kjo ka qenë ndarja e elektoratit. Kështu e ka kërkuar Lëvizja Vendosje. Bilat ka kërkuar 500.000 vota, si kanë marrë as 500.000 vota, as se kanë marrë 50%, kështu që mendoj që jemi në një moment kur ndrimi i qeverisë duhet të ndodhë edhe duhet të respektohet vullneti i njerëzve për me ndru qeverisën në Kosovë. Kjo është ajo që ka duhet ndodhë. Zgjedhjet janë opsioni i fundit mendoj që duhet diskutohen në këtë moment, sepse nuk janë interes qytetarët të Kosovës. Vetëm interes i njerëzve për me shku në zgjedhje është i atyre që janë në pushtet. Ata duhen me vazhdu me majt ka dhe të gjipa. Atyre ju shkojnë për shtati më shumë? Po, sepse ata i kanë... Ata i mbajnë pozicionet, më thunë? Ata i mbajnë pozicionet. Po atërës do të mund t'i mbanin 2 pozicionet, vetëm një do s'mund t'a mbanin. Se duhet shpërbohet kuvendi, apo? Synojnë pas. A i bje kështu? Se të mbajnë qeverinë, mendoj pozicionet e qeverisë në detyrë, por jo të... Po dojnë me shku, çdo kun me ka 10 gjipa, 10. 4, 5, çdo kun në për qytet e keni paju që bllokohet shpesh trafiku, ndodh më shpesh. Mbes trafik kur e shoh. Se po thu qeveria me këto gjipat i bllokojnë komunikacionin në qytet? Më falni, nuk është më sekret. Albin Kurti shkon me 10 gjipa në vizita. Ministrat me ka 2 ka 3, edhe ti ke Prishtinën shpesh her kaos shkokuj qeveritarëve që janë këtu për me kry punët e ty. Kjo nuk është zmadhim, kjo është e vërtet, kjo fotografit, kjo inqizime, të shqip. Po është edhe një lloj Gruda është një lloj fatkeqësie që nga ato veturat bllokohet një qytet i një kryeqytet. Kjo flet që edhe kryeqyteti se kemi shumë... Nuk e di për atë pjesë, po çuditëm kur jam trafik, kur vinë ministrat me ka 5-6 gjipa, kryeministri me 10 gjipa, shkon në përshat, treshe kur ka për vetore, kështu, shkon me nga 10 gjipa të zi, dikur i kritikon në kujtohet, po më duket që mos dërheqja është për shkak se nuk janë të gatshëm me zbrit prej gjipave, kanë humbur realitetin, kanë humbur kontaktin tërësisht me realitetin. Narrativa e pushtetit të cilën e konfirmoi edhe më herët Zonja Haxhiu është që thotë bllokues janë është opozita PDK, LDK, AK edhe Srpska, e lidhin me një farë, thonë ja bashk. Çfarë lidhje ka Srpska? Si shihni këto akuza edhe këtë lloj bashkëpunimi të cilin tentojnë t'u anë veshin juve, Gruda? Juve si opozit, jo vetëm si Parti Demokratike të Kosovës. Lista Srpska në komision të mandateve, verifikim mandateve abstenoj, edhe në seancë ka abstenu, nuk ka asnjë lidhje Lista Srpska, por Lista Srpska përdoret për me mbulu çdo dështim. Është ka lajm me thonë Lista Srpska, unë mendoj që një kryeministër dhe ministra që kanë përgjegjësi shtetënore, për te sulmeve që i bojnë kolegëve të vetë për bashkëpunim me Listën Srpska, duhet mendojnë që deputet që i përfaqësojnë komunitetin serb, është mirë me u kujdes që me detyru, me integru, me respektu rendin dhe ligjin në Kosovë, dhe jo me i përjashtu, sepse kjo mund tjetë një diçka që na fat gjatë, është në dëm. Mund të jetë në dëm të Kosovës, unë e di që apo flasë dhe kjo mund duket jo popullore, e di, ma popullore është me thonë mirë jo Listën Srpska me nxjerr prej kuvendit. Po, shpallën organizatë terroriste. Po, interesi i shtetit Kosovës nuk është me ndodh ajo, interesi i shtetit Kosovës është me integru dhe me i konsideru si qytetar të vendi, dhe ministrja para meje thani pa vërtet, mirë që ma kujtove Listën Srpska, tha që PDK-ja ka pamundësu mos certifikimin e Listës Srpska në kuvenda, tha. Po, në KQZ. Në KQZ, më falë KQZ. Është e pavërtet, është e pavërtet, është shpifje. Po pse është dashët mos certifikohet Srpska? është shpifje që të kallëzojnë pse nuk është ashtu. Në lejo ta them për 2 minuta këtë se kanë thonë disa herë, do të po ta them si jurist për procedurën. Drejtori i regjistrimit partive politike në KQZ është një njeri e emëruar nga VV-ja. Ai drejtori, edhe po flas publikisht, e ka sjell në mbledhjet KQZ-s rekomandimin me certifiku Listën Srpska. Drejtori i emëruar nga VV-ja kushtrim. Për me shmong këtë lojë të
të keqe që po boj antarët përfaqësues e PDK-s nuk kanë marrë pjesë në atë mbledhje. Meqense lista srpska nuk u certifikuar në mbledhjet KQZ-s, fjalë për fjalë po flas është procedura, rasti ka shkuar në PZAP. Po. PZAP-ja dhe pastaj Gjykata Supreme e kanë vendosur që duhet të certifikohet lista srpska jo PDK-ja dhe kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i emëruar po ashtu në këtë shumicë ka vendosur që vendimin e PZAP-s me përkthy në vendim të KQZ-s vet edhe me certifiku listën srpska. Që ky është realiteti fjalë për fjalë i certifikimit të listës srpska, procedurës, nuk e dia kesh i qartë nga fillimi deri në fund. Dhe këtu ministri i drejtësisë dhe të tjerë që përsërisin vazhdimisht një të pavërtet, mendoj që duhet me ardhë keq. E duhet me kërku falje. Realiteti është ky. Nuk e kam pas qëllim penal. Drejtori i emëruar nga VV-ja ka rekomandu, PZAP-ja ka vendos, kreu i KQZ-s i emëruar nga kjo shumicë e ka certifikuar listën srpska. Ky është realiteti. Mirë, po është dashur të shpallën organizatë terroriste marr parasysh përfshirjes Radoj Qiqit edhe... Pse si shpallë qeveria ka me ligj autorizimin. Qeveria ka me se ka prokuroria, se këta akuzojnë prokurorinë. Urdhroni shpallë. Nëse mendon qeveria që lista srpska është organizatë terroriste... Po, a është një lloj përgjegjësie që duhet merret apo kur është i përfshirë si kryeterrorist nën kryetari që i bie shefi de facto i asaj liste, ai dashur të shpallet organizatë terroriste. Ky është një vlerësim që duhet me bëj qeveria, se ka informata edhe prokuroria bashkë, edhe organet tjera të sigurisë. Qeveria, prokuroria në dy pushtete të ndryshme, zoti. Si mund të funksionojnë këtu bashkë? Jo, mund të funksionojnë bashkë. Janë pushtete të ndara, po jo të izoluara si thuhet. Ato nënkupton që nëse prokuroria ka një procedurë ndaj dikujt, ato informacione mund t'i shërbejnë qeverisë për ta shpallur një organizatë terroriste. Këta s'dojnë me bo, këta e kanë dorë me bo. Nuk e ka prokuroria, se pa akuzojnë prokurorinë. Me shpallë organizatë terroriste mundet qeveria. Nuk e shpallë. Kretë kjo është në funksion të lojës politike. Kretë këto tema, ky pluhur që ngritet. Ky është në funksion të propagandës politike. Bashkëpunoni me listën srpska, bonaj, bon ky. Ne do të flasim për realitetet. Si ta shpjegova certifikimin e listës srpska që s'është e vërtetë që ka kontribuar PDK-ja, në fakt VV-ja ka mundësuar certifikimin e listës srpska. VV-ja. VV-ja e ka mundësuar certifikimin e listës srpska për 3 arsye, që ti them shpejt. Ata publikisht kanë qenë kundër, më kësa punë kanë bërë shumë zhurmë ata. Unë po flas publikisht, le të vinë ma demantojnë në studio ndryshe. Drejtori i regjistrimit të partive politike emëruar nga VV-ja ka rekomandu. Rasti ka shku në PZAP me qenë se s'ka kalu në mbledhjet KQZ-s. Mas kthimit pe PZAP-s e ka certifiku shefi KQZ-s i emëruar po ashtu pe kësaj shumice. Kaq. Këto është VV-ja më pa. Ky është skenari i VV-s me certifiku listën srpska, po publikut më ashit si rezistencë ndaj certifikimit. Këto lojat lota, këto i kuptojnë gjithë. Si s'na pronë në ditë letrën kishte për dorëheqje, si s'dorëheqje. Madje pati deklarata edhe më herët zoni Axhiu që tha se mund të ketë plan që lista sërbe të delë dhe ta votojë edhe qeverinë. Po këtë ta bëjë si në formë të organizuar vetëm për ta njollosur. E ata nuk dëshirojnë asnjë bashkëpunim me listën sërbe. Po ata s'mund të parandalojnë listën sërbe që të shkojë të votojë ata. Ta votojë zotin Kurti. Eventualisht, po pra se duket pak çesharake, po kjo mund të ndodhë. Mirë, nëse ndodh kjo, mund të jetë një lloj diverzioni. Ne mi kemi shkruajtur në Facebook për këtë, tha, nëse ndodh kjo, se po bëj ironi tash, e ftoi tha qeverinë e vendosur me dhënë dorëheqjen në shaj proteste mos me pranu mandat. Po kështu do duhet apo? Se kjo që ka e fortë. Jo, e tha ai miku e më vecitoi, tha, bëj ftesë që nëse voton lista sërbe të japin dorëheqje, shaj proteste mos me pranu atë mandat. Kjo çesharok. Po pastaj mund ju vazhdon thotë pjesa opozitare e ka nxjerr, e ka bindur listën sërbe kështu më radh kështu. Mundet shiko, se po bëj pak mirë, po mundet edhe kur të vjeshin, është ta mendu që ka rashi se erdhëm në kuvend. Po s'është ashtu, faktet janë ndryshe. I përgjigjemi pak shikuesve që po na ndjekin, se ka shumë pyetje edhe për juve, si kundër që kishte edhe për zonin Axhiu. Po nis me Rinorin Krasniqin, thotë zoti Gruda, a keni votuar pro apo kundër verifikimit të mandatit deputetëve në seancën konstituive? Nëse nuk e keni votuar pro, atëherë çfarë legitimiteti kërkoni sot brenda kuvendit? Urdhra. Unë kam votuar Rinorit. Kam votuar kundër në komision dhe në seancë. Unë kam mandat deputetit. Mandati i deputetit sipas kushtetutës është i lirë. Përpara në komunizëm, kushtetutat komuniste ka shkru mandati e detyrues, këtu shkru në kushtetutat demokratike përfshihet edhe mandati i lirë. Unë votoj qysh ma merr menja mu. Në këtë rast kum votu qysh ja ka marr menja ligjit. Ç'po thot ligji kum votu. Kështu që nuk mundet me më kërku dikush me votu
në një mënyrë jo ligjore. Unë kam votu në mënyrë ligjore në komision dhe në seancë. Fetah Boletini, thot pyetje për zotrin Gruda, si përputhen përpjekjet që të ja shkurtoni kohën qeverisë në detyrë nëse ju i ikni mundësi së krijimit të parlamentit. E parashtron pyetjen. Pyetje e mirë, por ideja është që kjo çështje duhet sqarohet në fillim, ligjshmëria e konstituimit të kuvendit, sepse nuk do na me leju, masandej do të hyjmë në afate të tjera. Ne jemi të vetëdijshëm që është interes qytetar mu konstituu shpejt institucionet. Edhe po punojmë në atë drejtim që kjo të kalohet shpejt. Kjo blokad të kalohet, po të kalohet në mënyrë kushtetuese dhe ligjore. Pyetja e dytë thotë, a merrni mandat nga partia e parë apo nga besimi i qytetarëve? Nëse është ashtu, pse nuk pranoni besimin e qytetarëve me betim në kuvend? Unë e pranoj besimin e qytetarëve edhe e kam për nder me qenë deputet i Kuvendit Republikës Kosovës. Nderi jam i jetës, ndoshta të jem deputet i Kuvendit Kosovës. Por është pa ashtu. Nderi jam i jetës me shërby me profesionalizëm. Unë jam jurist, ai tempull i shajtit demokracisë që kuvend ka miratu kushtetut dhe ligj, edhe për atë ligj dhe për me pas kushtetut në këtë vend kanë vujt burg politik një 4 dekada njerëzit e janë vra me mira, edhe unë besoj që shërbimi maj madh që mund t'i bëjmë është jo mungut me dhonë betimin e me shku me marrë një rrogë, sta di njerë se nas marrim rrogë, ta shti pa betim, nuk po gutemi me shku me marrë një rrogë. Jo, mu më thanë që nga certifikimi duhet të t'jepen rrogë ata, është kjo e ke vërtetu? Nuk e di proceduralisht. Apo nuk djetë, mu më thanë që nga certifikimi vendosën në rroga. Nuk e di, unë mendoj që pas betimit. E pyeta zonë Agjiu, tha çfarë rrogë merrni, tha si ministre. Pasha keni dhënë dorëheqje si ministre? Ta kam dhënë dorëheqje si ministre. Atëherë? Thom drejtën, unë këto aspektet financiare teknike nuk i di. E qartë, po nëse kjo është si simbolik. Po mendoj që esenca është kjo. Duhet me u konstituu kuvendin në mënyrë të ligjshme. Unë nuk po shikoj këtu interesin tim personal mu betu dhe me vazhdu mandatin si deputet, po mendoj që na jemi votu me adresu çështje ligjore dhe interesin e qytetarëve të Kosovës. Fatos Kakeli thot pyetje për zotin Gruda, mbasi jeni të sigurt se Lëvizja Vetëndosur me grupin e saj në koalicion nuk i kanë votat as për kryetarin e parlamentit as për qeverinë. Pse nuk e votoni konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës se të shkohet tutje sipas ligjit dhe rregullores së parlamentit, nga ku hapet rruga ligjore për të vazhduar në afate? Sepse thjesht edhe njerëz nuk mund të ketë veprime politike që të kalojnë kushtetutën dhe ligjin. Pa respektu kushtetuta dhe ligji, ajo që shpjego. Muzafer Avdyli, përshëndetje, kushtrim, kam një pyetje për zotin Gruda. Pse këta duhet të luajnë rolin e gjykatës përkundër Lereni Letashkel përkundër faktit thotë se situata mund të krijohet kështu, thotë Lereni Letashkelin kushtetutën, mandej kushtetuta e rrezon nëse është shkelje. Po nëse kushtetuta nuk e konsideron shkelje, kush e merr përgjegjësinë? Shiko, do të me bo një sarim të kushtim. Mbrojtja e kushtetutës dhe ligjit është detyrim i çdo funksionari shtetëror, prej administratës deri tek presidenti, deputet, ministrat. Nuk duhet çdo çështje të shkojë në gjykatë kushtetuese. Nuk ka gjykata kushtetuese organ që duhet të zgjidh. Çdo organ që ushtron autorizime kushtetuese duhet kujdeset që ato t'i bëjnë në mënyrë kushtetuese. Dhe ne këtë po bëjmë. Autori i Kushtetutës të Kosovës është Kuvendi i Kosovës. Është organi i parë që duhet kujdeset për mbrojtjen e kushtetues. Dhe kjo është fare thjesht. Po nëse shkon në gjykatë kushtetuese, sa mund vënohet ajo? Varësisht prej dinamikës punës gjykatës, 1 muaj, 2 muaj. 1 muaj, 2 muaj, edhe 1 muaj, 2 muaj të vazhdoj kështu kuvendi të mos jetë funksionar. Nuk besoj që ka rast për gjykatë kushtetuese se kjo është diçka. Po nëse bëhet? Po nëse bëhet, atëherë duhet presim verdiktin e gjykatës kushtetuese, po nuk jam për me vonu. Nuk jam për me... Si do të quaj situata e tillë, Gruda, nëse do të shkonë, për shembull 1 muaj, 2 muaj, ngërsh politik, ngërsh kuvendar, blokim është një lloj, po edhe teorikisht quhet edhe një lloj krize kushtetuese. Krizë kushtetuese. Po, krizë kushtetuese. Definicioni i saktë teorik është krizë kushtetuese. Që i bie, ne rrezikojmë të shkojmë në krizë kushtetuese. Po rrezikojmë, po potencialisht, edhe pse se ka adresuar asaj. Rrezikojmë, po shpresoj që kjo të zgjidhet edhe unë jam i gatshëm me PDK-ja mendoj se s'është gjendje vetësh të kontribuojnë në proces të konstituimit të kuvendit në mënyrë kushtetuese dhe të zgjidhet një zgjidhje. Po. Absolutisht po. Gruda, më lejo të falenderoj shumë. Faleminderit kushtimisht për pjesëmarrjen këtu, mëse ishte më ndryshe sot politika, por i dëgjuam 2 anët e blokadës. Kjo ka shumë rëndësi. Në një moment kur është një lloj histerie, një lloj kakofonie, është nevoja imediate për një qartësi politike. Absolutisht.
Edhe besoj që edhe Kushtrim unë mendoj që nëse më lejohet një fjali të fundit. Ne që jemi zgjedhur deputet që kemi nderin shërbejmë Kuvend Kosovës, du ta kemi prioritetin themelor mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Ajo që është prioriteti themelor i qytetarëve të Kosovës është mirëqenia e tyre. Ulja e energjisë elektrike, rritja e rrogave, rritja e pensioneve, rregullimi i rrugëve, edhe i projekteve, realizimi i projekteve tjera kapitale. Për këtë qëllim duhet të punojmë. Për me amrit ai qëllim nuk mund të mrrim në mënyrë jo kushtetuese dhe jo ligjore. Kushdo që thotë që do të mrrim taj qëllim në mënyrë jo kushtetuese jo ligjore, është vetëm duke bërë një mashtrim edhe duke bishnu temave themelore të qytetarëve të Kosovës. Shpresoj që kjo blokad edhe çdo blokad tjetër të tejkalohet dhe të themelohet një qeveri që adreson nevojat e qytetarëve të Kosovës. Falenderoj Gruda edhe njëherë shumë. Falenderoj edhe shikuesin që ishte me neve deri në këto momente, në numër kaq të madh, edhe ju falenderoj shumë për inkorporimin me pyetjet shumë substanciale të cilat e kanë pasuruar absolutisht emisionin e sotëm. Besoj që shtunën do të jemi së bashku natyrisht në një speciale tjetër për të parë nëse kuvendarët e certifikuar do gjejnë zgjidhje për të betuar edhe për ta krijuar tani legjislaturën e 9 ose eventualisht për të shkuar më tutje për ta vazhduar ngërçen pse jo për shumë kënd edhe besoj për gjithë do duhet ishte e padëshirueshme një krizë kushtetuese, por në çfarëdo variante që të jetë, ne do të jemi aty për ta raportuar natën e mirë.